rubrikat ndryshme, duke fillu prej asaj kryesore dhe primare cilën e kemi shëndetin, në të cilën i përfshim moshat ndryshme, të bëthon nuk fokusohemi vetëm tek të moshuarit ose të rinjët, por kemi që nga fëmijët, të rinjët, të moshuarit, por edhe duke i specifikuar ata femra dhe meshkuj. Sidoqoftë, dy rubrikat cilat i kam përzgjedhur sot me i prezentu janë dy të preferuarat mia për shkak të qëllimit edhe asaj se çka ofrohet, asaj se çka lexuesit mund të gjejnë në këto dy rubrika. Të parën, si po shihni, kemi pjesën e letër njoftimeve, ku besoj që jemi prej portaleve të vetëm, cilët e ofrojmë këtë rubrikë dhe mundohemi që çdo herë të jemi afër lexuesve, por edhe shikuesve të emisionit, ku çdo herë që kanë një nevojë për një mjek specifik, qoftë të shëndetit fizik, por edhe ata mendor, ata mund të hyjnë në këtë rubrikë dhe mund t'i gjejnë ata. Këto janë informacionet e hollësishme për secilin prej... Për secilin prej mjekëve të cilët gjenden në këtë rubrikë janë informacione të hollësishme, duke filluar